Zgjoheni në mes të natës, qull në djersë, mos e neglizhoni, mund të vuani nga këto sëmundje. Ju ndodh shpesh që t'ju dalë gjumi në mes të natës dhe papritur kuptoni se jeni bërë qull në djersë. A i dini se ka disa gjëra të cilat trupi juaj është duke paralajmëruar, sidomos nëse shfaqen këto shenja. Në këtë video do të listojmë një listë me disa nga sëmundjet të cilat trupi juaj është duke paralajmëruar, sidomos nëse zgjoheni të djersitur çdo mëngjes. Menopauza është një nga shkaqet kryesore pse femrat e grupmoshave mbas të 50-tave fillojnë që të kenë këto shqetësime. Gjatë kësaj periudhe kalimtare tek femrat, ato përjetojnë gjithashtu afshe të nxehta dhe shpesh ndodh që gjatë natës në gjumë t'ju dalë gjumi dhe të ndjehen vërtet të djersitura. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kjo mund të lidhet me këtë ndryshim në shëndetin e tyre. Menopauza është një arsye pse shumica e grave mbas të 40-tave dhe 50-tave fillojnë të përjetojnë djersitje të forta gjatë natës. Teprimi me alkoolin mund të jetë një tjetër arsye pse ju zgjoheni të djersitur. Është gjithashtu një arsye pse dikush mund të zgjohet me djersë, siç është edhe ajo që vjen nga alkooli. Nxjerrja e tepërt e alkoolit jashtë nga organizmi bëhet edhe nëpërmjet bulzave që nxjerr lëkura përmes djersës. Pasi toksinat janë larguar nga trupi, do të fillojnë të shfaqen më shumë djersitje në trupin tuaj. Nëse një natë më parë keni konsumuar alkool dhe të nesërmen zgjoheni të djersitur, kjo mund të jetë për këtë shkak. Sëmundjet kardiovaskulare mund të jenë një tjetër arsye e rëndësishme që nuk duhet të neglizhohen, por duhet të kërkohet vëmendje shtuar mjekësore. Ato mund të shfaqen me djersë të forta gjatë natës. Pas të 50-tave njerëzit janë tepër të rrezikuar të preken, kryesisht edhe nga sëmundjet kardiovaskulare. Edhe nëse nuk vuani ose nuk kuroheni për këtë sëmundje, nëse për shumë vite me radhë jeni zgjuar vazhdimisht të djersitur, atëherë ka ardhur momenti që të shkoni tek kardiologu. Djersitja e natës është një shenjë e sëmundjeve në zemër, prandaj mos e neglizhoni shëndetin tuaj, por paraqituni tek mjeku për një trajtim akoma dhe më të specializuar. Hipoglicemia mund të jetë një arsye e rëndë e cila mund t'ju krijojë edhe djersitje të tepërta gjatë natës. Nëse ju vuani nga nivelet të ulta të sheqerit, mund të ndodhë që të zgjoheni gjatë natës akoma dhe më shumë të djersitur. Hipoglicemia mund të jetë një arsye, dhe nëse vëreni djersitje të shpeshta gjatë natës, ka ardhur koha që të flisni me mjekun tuaj. Trupi juaj mund të jetë duke luftuar me ndonjë infeksion të mundshëm dhe fillon edhe djersit në sasi shumë të mëdha. Në qoftë se trupi juaj është duke luftuar kundër sëmundjeve dhe infeksioneve të ndryshme, atëherë kjo gjendje mund të shkaktojë djersitje të mëdha gjatë natës. Kjo gjendje mund të vazhdojë për disa ditë ose javë me radhë. Nëse simptomat nuk përmirësohen, atëherë duhet të paraqiteni menjëherë tek mjeku për trajtim më të specializuar. Gjëndra tiroide mund të jetë një arsye pse shumica e personave kanë probleme të theksuara të djersitjes pasi zgjohen nga gjumi. Djersitja e natës është një simptom e zakonshme të ata persona që vuajnë nga hiperaktiviteti i tiroides. Prandaj, disa medikamente të caktuara gjithashtu, të cilat jeni duke i marrë, mund të jenë një arsye e shumtë për të shkaktuar djersitjen e trupit. Djersitja e natës mund të jetë efekt anësor i shumë barnave ose medikamenteve të caktuara të cilat jeni duke i marrë. Ilaçet kundër depresionit dhe ato kundër diabetit në shumicën e rasteve mund të jenë një arsye pse ju mund të djersiteni gjatë natës. Nëse ky është një efekt anësor për trupin tuaj, flisni me mjekun për të përcaktuar medikamentet më të përshtatshme, sidomos në bazë të situatës që ju keni. Edhe çrregullimet autoimune mund të jenë një arsye pse ju po zgjoheni të djersitur. Jeni gjithmonë të djersitur kur sistemi imunitar identifikon diçka normale si të dëmshme dhe kjo shkakton gjithashtu djersitje të forta gjatë natës. Kjo sëmundje mund të shkaktojë gjithashtu probleme me djersitje. Nëse sistemi juaj autoimunitar ka dalë jashtë kontrollit,
Ka ardhur momenti të flisni me mjekun përkatës për të përcaktuar një zgjedhje të mençur kundër djersitjeve të tepërta gjatë natës. Është e rëndësishme që gjendja juaj të mos neglizhohet, por të konsultoheni me mjekun për të marrë gjithashtu trajtimin e specializuar. Shpeshherë fajsojmë temperaturën e lartë të dhomës ku flem si një nga arsyet kryesore përse djersitemi gjatë natës, ose shtresat e tepërta të mbulesave që përdorim, sidomos kur shtrihemi për të fjetur. Djersitja është një proces fiziologjik, nëpërmjet të cilit eliminohen gjithashtu lëngjet e tepërta dhe toksinat nga organizmi juaj. Gjatë djersitjes sekretohen lëndët e dëmshme siç është për shembull alkooli, gjithashtu kolesteroli, kripa e tepër që mund të keni konsumuar dhe kështu përmirësohet edhe sistemi juaj kardiovaskular dhe ngrohja e trupit. Ajo mban gjithashtu ruajtjen e temperaturës si duhet në trup dhe përmirëson shëndetin tuaj kardiovaskular. Po përveç stinës së verës, ku djersitja është një proces normal, trupi ynë prodhon djerse të tepërta edhe gjatë natës kur temperaturat janë konstante. Shpeshherë mund të fajsojmë temperaturën e lartë të dhomës kur flem, por nuk duhet jetë gjithmonë faji i saj. Nëse vëreni që djersiteni shpeshherë, ka ardhur momenti të konsultoheni me një specialist dhe të nënmerrni hapat bazë për të evituar këtë shqetësim. Djersitja e tepër gjatë natës mund të vijë edhe për shkak të apnes penguese të gjumit. Apne penguese e gjumit është një çrregullim i funksioneve të frymëmarrjes, e karakterizuar kryesisht nga ndalesat të frymëmarrjes gjatë gjumit. Si rrjedhojë mungesës së ajrit, trupi juaj fillon të djersit. Apnet shoqërohen gjithashtu edhe me shqetësime të tjera siç është për shembull edhe gërritja ose lodhje të mëdha gjatë ditës, dhimbje të vazhdueshme të kokës dhe ndryshime të theksuara të humorit. Nëse keni këto shqetësime, flisni me mjekun tuaj për të ndërmarrë edhe një zgjedhje më të mirë natyrale. Menopauza është një arsye pse shumica e grave djersiten vazhdimisht gjatë natës. Menopauza shoqërohet edhe me çrregullime hormonale të cilat sjellin djerse të tepërta gjatë natës. Gratë në menopauzë shpesh zgjohen me ndjesinë e mbytjes dhe bezdisjes së krijuar kryesisht nga djersitja. Ajo mund të jetë e vazhdueshme dhe e pakontrollueshme. Nëse keni kaluar në fazën e menopauzës, është e rëndësishme të flisni me specialistin për të ndërmarrë zgjedhjet më të mira natyrale për rastin tuaj. Përveç djersitjes së shumtë, paraqiten edhe çrregullime të tjera siç është cikli i parregullt i gjumit, gjithashtu lëkura e thatë dhe ndryshimet të humorit. Nëse vëreni këto shenja në trupin tuaj, dijeni sepse keni hyrë në fazën e menopauzës. Ankthi është një nga arsyet më të mëdha pse mund të zgjoheni të djersitur. Ankthi ose stresi kronik ndikojnë në shfaqjen e djerseve të tepërta të trupit. Në raste të tilla, ato mund të jenë probleme të cilat mund të kapen që në gjenezë. Terapistët praktikojnë terapi kognitive të cilat sjellin edhe ndihmën më të mirë në të menduar, të cilat do ju ndihmojnë në lirimin e djerseve të tepërta të trupit, sidomos në këto raste tepër stresuese. Është e rëndësishme që djersat të mos neglizhohet, të paraqiteni tek mjeku për të marrë gjithashtu edhe trajtimin e specializuar sipas rastit tuaj. Infeksionet e ndryshme mund të jenë një arsye pse zgjoheni të djersitur. Infeksionet të vazhdueshme të cilat lidhen gjatë fazës së shëndetit të zemrës mund të ndikojnë në djerset e theksuara të trupit. Djersitjet e natës mund të jenë gjithashtu edhe simptoma infektimeve të ndryshme. Ato mund të jenë gjithashtu edhe probleme të hipoglicemis. Sheqeri i ulët në gjak mund të shkaktojë djerse të tepërta të trupit. Njerëzit të cilët marrin medikamente të insulinës ose të diabetit mund të kenë hipoglikemi, e cila është gjithashtu një ndjenjë e cila mund të shoqërohet me djersitje të forta gjatë natës. Nëse përjeton trupi juaj këto djersitje të forta her pas here, mos i neglizhoni. Duhet t'i adresoni menjëherë tek mjeku specialist për të ndërmarrë rregullat dhe bazat kryesore për të evituar gjithashtu këto komplikacione. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.